Përshëndetje, të nderuar qytetar, të nderuar përfaqësues të medias. Dëshiroj t'u informoj se në kuadër të zhvillimit të samitit të Komitetit Politik Evropian, që do të mbahet në kryeqytet në datë 16 maj, janë ndërmarrë një sër masash sigurie me qëllim garantimin e rendit, sigurisë dhe mbarvajtjes së këtij eventi ndërkombëtar me rëndësi të veçantë për vendin tonë. Kemi marrë gjitha masat e nevojshme për pritjen, shoqërimin, sigurimin dhe përcjelljen me sukses të miqve tanë evropian. Me këtë rast, kërkoj edhe një herë mirëkuptimin e Komitetit të Kryeqytetit dhe jo vetëm për kufizimet e përkohshme në qarkullimin e njerëzve dhe mjeteve, të cilët janë të nevojshëm për garantimin e sigurisë dhe mbarvajtjes të samitit. Duke pasur parasysh numrin e madh delegacione të nivelit të lartë, Policia e Shtetit ka planifikuar dhe do të zbatoj masat e mposhtme. Bllokimi të zonës së samitit nga ora 06 deri në 18 të datës 16/5/2025 do të jetë i pa aksesueshëm nga këmbësorët dhe mjetet i gjithë perimetri i sheshit Skënderbej, ku do të zhvillohet aktiviteti, perimetri i cili përfshin nga kryqëzimi bulevard Jean d'Arc te kryqëzimi rrugës Myslimshyri, nga kryqëzimi rrugës Ibrahim Rugova me Myslimshyrin deri te kryqëzimi i bulevardit Dëshmorët e Kombit në urën e bulevardit, nga kryqëzimi i rrugës Myslimshyri deri te kryqëzimi me rrugën e Kavajës dhe rrugën e Durrësit, rrugën Det Gjon Luli, rruga Urani Pano, në vazhdim rruga e Barikadave deri te kryqëzimi i rrugës George W. Bush nga bulevardi Zogu Par deri te Ish Cirku. Nisu nga ky perimetër kufizues i zonës, bulevardi Zogu Par në drejtim të sheshit Skënderbej do të devijohet tek Ministria e Drejtësisë, këtu bëhet fjalë për automjetet. Rruga e Durrësit do të devijohet tek Ministria e Arsimit dhe Sporteve. Rruga e Kavajës do të devijohet tek semaforit tek Xhamia, rruga Myslimshyrit do të devijohet tek kryqëzimi me rrugën Sami Frashëri, rruga e Dibrës do të devijohet tek Selvia dhe rruga Hoxha Tasin do të devijohet tek kryqëzimi i rrugës Tepta Tashko. Bllokimet të akseve rrugore, bllokimet të plot të aksit rrugor për qëllim sigurimin në rrugkalimin e delegacionit që vijnë nga aeroporti Nën Tereza dhe pikat e tjera kufitare si Hani Hodit apo nga Morina, në datë 14/5/2025 nga ora 22 deri në orën 23 do të ketë bllokim të plot të lëvizjes së automjeteve në aksin rrugor aeroporti Nën Tereza Rinas, hyrja në autostradën e re Thuman Kashar, autostrada Tiranë-Durrës mbi kalimin e Kasharit, kryqëzimi tek Ishe Shqiponja, Unaza e re, Krau Astirit, kryqëzimi te Pallati me Shigjeta, rreth rrotullimi Saukut Vjetit, rruga e Elbasanit, Hotel Plaza. Në datë 15/5/2025, nga ora 8 deri në 24 do të ketë bllokim të plot të lëvizjes së automjeteve në intervalin e kohës së lëvizjes së delegacioneve në aksin rrugor aeroport Nën Tereza, Rinas, hyrje në autostradën e re, Thuman Kashar, autostradën Durrës-Tiranë, mbi kalimin e Kasharit, kryqëzimi te Ish Sheshi Shqiponja, Unazë e re, rreth rrotullimi Saukut, rrugë Elbasanit, Hotel Plaza, W. Bush, rruga 28 Nëndori, rruga e Dibës, rruga Urani Pano, sheshi Skënderbej, vendi i aktivitetit. Po kështu, në datë 16/5 në orën 06:30 deri në orën 11:30 do të ketë bllokim të plot të lëvizjes së automjeteve në aksin rrugor aeroport Nën Tereza, Rinas, hyrje në autostradën e re Thuman Kashar, autostrada Durrës-Tiranë, mbi kalim Kasharit, rreth rrotullimi sheshi Unazë e re, rreth rrotullimi Saukut, Hotel Plaza, George W. Bush, rruga 29 Nëndori, rruga Dibrës, rruga Urani Pano, sheshi Skënderbej, vendi i aktivitetit. Në datë 16/5/2025, nga ora 13 deri në 18 do të ketë bllokim të plot të lëvizjes së automjeteve në aksin rrugor sheshi Skënderbej, rruga George Bush, rruga Elbasanit, rreth rrotullimi Sauku i Vjetër, Unaza e re,
krau Astir, autostrada Tiranë-Durrës, autostrada e Rreth-Oman-Kashar dhe aeroporti Ninis, pra jemi në momentin e kthimit. Nisur nga këto bllokime në këto orare, qytetarët dhe drejtuesit e mjeteve luten ndjekin udhëzimet e policisë dhe të përdorin rrugë alternative që do të sugjerohen. Për në Rinas do të jetë e aksesueshëm aksi rrugë dytësore të autostradës Tiranë-Qafe-Kasharit, Rinas, unaza veriore, degëzimi i Paskuqanit, Institut, Kamës, Domje, Laknas, Rinas. Për zonën e Astirit do të jetë e aksesueshëm rrugët nënkalimi Pallatit me Shigjeta, mbikalimi i rrugës Teodor Keko, mbikalimi i sheshit Shqiponja, degëzim i lidhjes me rrugët dytësore. Për zonën e qytetit Studenti, rruga Qamil Guranjaku, bloku i vilave gjermane do të ketë akses në dalje në rrugët alternative në bulevardin Barancur në drejtim të Brylit. Për hyrjen dhe daljen në spitalin Shefqet Ndroqi, tek rrethi i sanatariumit do të ketë her pas here devijim sipas orareve të delegacioneve dhe mund të kenë akses pjesë të rrugës Pashohysa në drejtim të rrugës Alidemi. Bllokimet të përkohshme. Në rrugë të caktuar të kryeqytetit do të ndalohet parkimi dhe qëndrimi i mjeteve në një periudhë të përkohshme. Kjo masë do të jetë e vlefshme për gjatë ditëve të samitit. Mjetet që do të shkelin këtë urdhër do të largohen me karotres dhe ndaj drejtuesve do të merren masa plotësuese administrative. Në datë 15 dhe 16 do të jenë të paaksesueshëm parkimet publike dhe private. Në Rinas, 2 parkimet në zonën VIP dhe 2 parkimet private të cilët janë përballë zonës VIP. Në Tiranë, parkimet nëntoksore të sheshi Skënderbej, Hotel Plaza, Hotel Tirana, Godina Tore Drin, qendra tregtare Toptani. Nisëm nga kufizimet, këshillojmë evitimin e lëvizjes me mjetet personale në drejtim të aeroportit Nën Tereza. Kufizimet të pjesshme. Do të ketë kufizimet të qarkullimit në zonat përreth vendet ku do të zhvillohet aktiviteti i samitit, në datë 15 dhe 16, do të ketë kufizime të përkohshme të lëvizjes automjetet në akset rrugore. Bëhet fjalë për lëvizjet nga hotelet ku do të akomodohen personalitetet në drejtim të vendit ku do të zhvillohet aktiviteti. Dhe kemi Hotel Mak Albania, rruga Dervish Hima, rruga Elbasanit, rruga George Bush, rruga 28 Nëndori, rruga Dibrës, rruga Uranipano dhe aktivitet. Hotel Marioti, rruga Dervish Hima, rruga Elbasanit, rruga George Bush, rruga 28 Nëndori, rruga Dibrës, rruga Uranipano, aktivitet. Hotel Rogner, Bulevard Dëshmorët e Komit, rruga Gjergj Filipi, rruga Dervish Hima, rruga George Bush, rruga 28 Nëndori, rruga Dibrës, rruga Uranipano, aktivitet. Hotel Plaza, rrugë George Bush, rruga 28 Nëndori, rruga Dibrës. Hotel Gjeko Imperial, rruga Ibrahim Rugova, rruga Lek Dukagjini, rruga Dervish Hima, rruga Elbasanit, George Bush, rruga 28 Nëndori, rruga Dibrës, rruga Uranipano, aktivitet. Po kështu Hotel Radisoni, rruga Hamdi Garunji, Unaze Madhe, kryqëzimi i rreth rrotullimit të sanatariumit, rruga George Bush, rruga 28 Nëndori, rruga Dibrës, rruga Uranipano, sheshi Skënderbej, vendi i aktivitetit. Po kështu Hotel Hilton do të ndjek rrugën Bulevardi Gjergj Fisht, rruga e Kavajz, Unaze Madhe Sauk, rruga Elbasanit, rruga George Bush, rruga 28 Nëndore, rruga Alidemi, rruga e Dibrës, rruga Uranipano dhe aktivitet. Po kështu Hotel Holiday Inn Rinas, mbikalimi i qafës Kasharit, autostrada Tiranë-Durrës, mbikalimi i Kasharit, kryqëzimi tek sheshi Shqiponja, Unaze Re, krau i autostradës, kryqëzimi i Pallatit me Shigjeta, rreth rrotullimi i Saukut, rruga Elbasanit, Hotel Plaza dhe ardhen në aktivitet. Për kufizimet e mësipër, kufizimi do të jetë kryesisht në datën 15 dhe 16 dhe do të jetë nga ora 8 deri në orën 11 derisa të gjithë delegacionet të akomodohen pranë aktivitetit të zhvillohet. Në datë 15 nga ora 19 deri në 24 do të ketë një kufizim të pjesëm në aksin rrugor në rrugën Elbasanit, rrethi Saukut, autostrada rreth rrotullimit Tegut dhe rezervat e shtetit. Ndalimi i pushimit dhe qëndrimit në datë 15 dhe 16 në
fashën kohore 6 deri në orën 20 ndalohet qëndrimi dhe pushimi i automjeteve në rreth rrotullimi ekonomikut, rruga Elbasanit, rruga George Bush dhe gjithë perimetri që është devijuar dhe përmendëm më lart. Të nderuar qytetarë, në këtë kuadër bëjmë thirrje për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin tuaj. Ju ftojmë të shmangni lëvizjet e panevojshme në zonën e kufizuar dhe të respektoni sinjalistikën dhe udhëzimet e punonjësit të policisë në terren. Për informacionet të përdisuar, ju mund të ndiqni njoftimet në faqen zyrtare të Policisë së Shtetit, në rrjetet tona sociale, si dhe telefononi në numrin 112 për çdo nevojë apo informacion të mëtejshëm. Faleminderit për vëmendjen dhe bashkëpunimin tuaj. Po. Ashtu të konkret është duheshme pjesa e aktivitetit që zhvillohet në Tiranë, kemi një interes për të lidhur me situatë e cila është drejt përfundimit në procesi zgjedhor. Janë konstatuar shumë episode, shkeljesh, ngritur pyetje të shumta edhe në rolin e funksionimin e policisë së shtetit, por do të ndalem specifikisht në një prej rasteve në Bashkinë e Vorrës, u denoncua edhe publikisht në media, por nga faktor politik që pretendonin se elemente me rekorde kriminale ishin të pranishme në qendrën e votimit, e gjithashtu nuk u morë mase me një hershme apo e shpejt nga policia e shtetit apo policia e kryeqytetit, qoftë brenda perimetrit sigurisë zgjedhore dhe të votimit, por edhe jashtë saj. Se kanë ndodhur? Unë të falenderoj për pyetjen e radhë parë. Natyrisht që policia e shtetit ka pasur një ngarkesë të jashtëzakonshme, siç jini në dieni. Kjo për shkak të angazhimit për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë, po kështu dhe në angazhimin që patëm për rrethin ciklistik të Giro d'Italia në Shqipëri. Duhet të bëjmë dije që policia e shtetit ka marrë të gjitha masat dhe ka proceduar të gjithë personat të cilët kanë shkelur ligjin para, gjatë ditës së zgjedhjeve dhe po vazhdojmë akoma me masa të cilët po dalin në vazhdimsi të këtij procesi. Duhet të bëjmë dije që policia ka vepruar në çdo kohë konform kodit zgjedhor, ligjit për policinë e shtetit dhe po të jeni të vëmendshëm, policisë në ditën e zgjedhjeve ka kufizimet e veta për të vepruar në territor, aq më tepër lëviz vetëm me kërkesë të problematikave që kanë në qendrën e votimit dhe kjo nëpërmjet komunikimit me Komisionin Qendror Zgjedhor dhe nëpërmjet të një kërkese me shkrim që brenda qendrës së votimit ka pasur problematike. Në rasti në fjalë është në ndjekje dhe do të veproj dhe do të në këtë rast organet e ligjzbatuese do të marrin vendimin e caktuar. Ju falenderoj gjithëve.